Ka një fjali që dëgjojmë gjithmonë më shpesh kohët e fundit, që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila pas asaj për narkotrafikun ka të bëjë me faktin që lidhet interesi kombëtar amerikan dhe siguria e tyre kombëtare me çështjen e korrupsionit në Shqipëri. Kemi dëgjuar që përbën lufta ndaj korrupsionit në Shqipëri, përbën një interes kombëtar dhe për ta. Pra, do të thotë që shqetësimet që ne shkaktojmë në rajon, ose dhe në rajonin e tyre në hemisferën perëndimore për shkak të zjerimit të narkotrafikut shqiptar, me një farë bashkëpunimi, siç u pa me qeverinë, sepse kemi qenë këtu, kemi parë si u kanabizua vendi, edhe nuk mori përgjegjësi askush, vetëm u dënua për shpërdorim detyre ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Kemi parë që e gjeti krimin organizuar me bachelor në kanabis dhe i dha PhD në lëndë të rënda narkotike, duke e krijuar një hub që kërcënon në një farë mënyre interesat e tyre,